Kryeministri Edi Rama gjatë takimit me Asamblenë e Partisë Socialiste në Vlorë këtë të hënë, deklaroi se mandatet e marra në zgjedhjet e 11 majit, Partia Socialiste do i përdorë për të ndërtuar shtetin europian të shqiptarëve. Rama u shpreh se vota e shqiptarëve është e shenjtë dhe se kjo votë do jetë për integrim dhe zhvillim. Sot konteksti është i tillë që aq sa ne duam, siç kemi dashur gjithmonë, që të jemi pjesë e Europës, jo vetëm gjeografikisht dhe kulturalisht dhe shpirtërisht, po edhe zyrtarisht, aq edhe Europa zyrtare, Bashkimi Evropian, do që ne të jemi pjesë e saj. Ky është një moment jashtëzakonisht delikat, sepse duhet kuptuar plotësisht ashtu siç është. Është një moment i cili është krijuar nga bashkimi i gjithë ose rreshtimi i gjithë yjeve në favorin tonë. Populli shqiptar na erdhi në takim në 11 maj dhe na dha 83 mandate. 83 mandate, jo për mua, po për të mos lejuar që negociatat të bëheshin pre e Molotovëve dhe e Molotovarëve. Do ditë duhet bëjmë çmos që Partinë Socialiste ta bëjmë më të fortë. Rama foli edhe për reformën në drejtësi. Kryeministri u shpreh se mazhoranca synon ta çojë deri në fund këtë reformë, pasi sipas tij shpata e drejtësisë nuk i përket qeverisë. Reformën në drejtësi sigurisht që duhet ta bënim, se pa reformën në drejtësi sigurisht që nuk bëhesh dot antar i Bashkimit Evropian. Pa drejtësi të pavarur, sigurisht që nuk bëhesh dot antar i Bashkimit. Por reformën drejtësi dhe drejtësinë e pavarur, ne e duam për veten tonë, për këtu, për gjithë shqiptarët. Prandaj është një proces që është bekim për ne, që ta kemi Bashkimin Evropian si udhërrëfyesin e të gjitha reformave, të gjitha masave që duhet marrim që ta bëjmë shtetin këtu. Është proces shtetbërës. Reformën në drejtësi do e çojmë deri në fund. Shpata e drejtësisë ishte në zyrën time, që nga 1912. Ne ja dorëzuam një pushteti tjetër. Dhe nuk kemi ndërmend ta marrim mbrapsht për asnjë arsye. Mëtej kryeministri u ndal tek pagat dhe pensionet, për të cilat tha se rritja do të vijojë.